Para njerëzit, nënat, vajzat e tyre ende në kohën para të futën në moshën madhore, i ka mësuar për shumë gjëra. Edhe pse sot i mësojnë udhës kudo koft, apo por nuk zaventësohet roli i prindit. Për çfarë arsye sot ka probleme në jetën bashkëtorë? Pse nënat nuk i përgatitin vajzat si duhet me kongrua ato. Nuk ka këshilla, nuk ka mësime. Por çfarë ka? Ka stimulim dhe nxitje për rebelim të vazhdueshëm dhe mos nënshtrim. Apo çështoj edukuan. Dhe kare ndoshta ai takimi i jetës bashkëtorë më shumë ta qenë madhe si takimi i haxhilerëve te xhameratet përpara. Apo kur janë shku, tash jam duin luftë. Shku me gjujt gurt, apo mirë po e kam para përgatitur se këtu ja ki me shkel, ja kanë me të shkel. Apo këtu e ti me gjujt gurt, ja kanë me të rëdzu, ja kemi rëdzu. Ja kanë me ta qel kryt gjak, ja kemi qel kryt gjak. Zgjedhë cilën po ki qef. Edhe agjia kur para përgatitur se është para këtij frontit të madh, apo e ka shtrënguar ihramin bajag i mirë, apo i ka përvil ihramat, apo edhe hin me grushta. Pse po sill haxhi, më mirë se këta mu. Andaj që kështot edhe gruaja hin jetën bashkëtorë. I thuhet, ja ti aj, tash zgjedh, ja ti ki me mshoja e këmë të msho. E tash kur hin jetën bashkëtorë për një fjalë, shalon e këtij për fillim, me reagim, ka dal, ma qetë, se s'to të bo luft për pushtet të, apo, se këtu e ndame këto gjëra. S'ka nevojë me luftu, kush ka më vetë të? Se kjo është e caktuar, ka caktuar Allahu Azza Jall. Në familje s'ka luft për pushtet, as nuk votohet për këtë punë. S'ka vota, as ndrohet pushteti mas 4 vjetë. Jo. Allah e ka caktuar kush vetet. Se kjo punë ka marrë fund. E ka caktuar Allah kush e ka këtë përgjegjësi këtu. Kjo punë ka marrë fund. Na jemi veç ekzekutim. Na s'kem këtu më kurrë. Apo andaj edhe tek çështja e djalit. Apo nuk mësohet ai, ka jetë të marrë avanturë. Apo hala është i martum. Hala fëmijë ka hala vallahi sjellet fëmijëve i kapën. Nuk din se ka dallo se di që keni grutë shtëpia. S'është më vakti kafeve dhe shëtitjeve, apo harxhit parë poshtë për pjet, tani s'ka për gjëra elementare. E tani lyp borx, e shka a ki përzi, pjeku, i e burr ki familje. Nuk është më situatë që ka qenë përpara. Apo na jargonin popullor kur rafsha mos vrafsha. Tash vrash bajagi keq vrash, më ra keq. Se ki përzi. Edhe në dynjë vrash, po edhe në heret vrash edhe më keq. Nga se ki përsi për ballë grus tonë, për pasfëmijët tu, në pjeku. Andaj, gjitha këtu lezuar bëhen, ku njeriu këshillohet. A nuk i turp me i lonë fëmijët kështu ose gruan kështu të vetë. Turpi është ai që e përmirëson gjendjen.